Finalisti i Big Brother VIP Albania 5, Matteo Borri, feston sot ditëlindjen, një moment që këtë vit ka marrë një kuptim edhe më të veçantë për të. Edhe pse nuk arriti të fitojë çmimin e madh në reality show-n e njohur, eksperienca në shtëpi i solli një fitore personale që ai vetë ka cilësuar si më të rëndësishmen, dashurinë. Bëhet fjalë për modelen nga Kosova, Brikena Selmani, me të cilën Matteo krijoi një lidhje gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pikërisht, ajo ka vendosur t'ja bëjë këtë ditë edhe më të paharrueshme partnerit të saj, duke i organizuar një befasi romantike. Në pamje të publikuara në rrjetet sociale, çifti shfaqet i buzëqeshur dhe shumë i lumtur, përballë një baneri të dedikuar për ditëlindjen, i rrethuar nga tullumbace festive. Atmosfera duket e ngrohtë dhe intime, duke reflektuar afrimitetin e tyre edhe pas përfundimit të spektaklit. Krahas fotos, Brikena ka zgjedhur një dedikim të shkurtër, por me shumë ndjenjë. U rritsh me mua, një mesazh që është komentuar gjerësisht nga ndjekësit e tyre. Nga ana tjetër, rrugëtimi i Mateos në Big Brother VIP Albania 5 përfundoi me vendin e tretë në natën finale. Në vendin e dytë u rendit Miri, ndërsa fituese e këtij edicioni u shpall Selin Bollati, e cila rëmbeu çmimin e madh prej 100.000 eurosh.